Tani me TikTok-un do e mbyllën apo? Duroni pa TikTok, ca kohë. TikTok-u vështirë, realisht është vështirë, mund ta mbyllin se shumica e njerëzve, për shembull shumë njerëz i kom hasë edhe në jetë përditshme që kur kanë bler telefonin, i kanë instalu VPN. Jo, i kanë instalu nga atë jashtë. iCloudin ose ID-n, ja ka instalu ai dyqanit, ai s'e di as passwordin, si instalohet dot as aplikacion. Pra këty në mund të mbyllet. Ta thonë, i ka varja, s'do blej telefon tjetër, e kupton? Po mirë, flasim pak nga ana institucionale, TikToku nuk e lejon dot këtë gjë, nuk ka ofruar bashkëpunim qeverisë shqiptare. Po sepse TikToku është e vetmja platformë që nuk kontrollohet dot nga partner të tretë, pra palë të treta. Ndryshe nga Instagram e Facebooku këta? Instagrami kishte faktoje pikal. Po flasim për Shqipëri. Po. Për Shqipëri, po. Që doli që ky fact checking, e tha i madhi atje Trumpi që ky fact checking nuk pas ka qenë fact checking, pas ka qenë Fakt. censur fakt. Edhe nga kjo histori TikToku ishte vetmja që nuk kontrollohet. Ndoshta janë duke bërë të goditjet pra që unë mendoj që këto dy takimet e qeveriut me TikTokun kanë qenë për të gjetë një zgjidhje se si ta kenë tan kontroll. Po çfarë synodë, Gent? Si tani këto po e shesin me këtë idenë e saj që është rrugaçi i lagjes. Shiko, për të mbyll TikToku jam edhe unë dakord për një moshë caktuar. Realisht. Sepse të mbyllet për një moshë caktuar do është tjetër gjë. Siç e ka bërë Australia, Italia, po që të mbyllet mas, edhe po të jetë e drejtë mbyllja, shkel shumë ligje tjera që edhe po të jetë e drejtë, po të them që vërtet TikToku është rrugaçi i lagjes. Ti duhet të kesh shumë kujdes se pasojat mund të jenë shumë herë më të mëdha këtej nga ana e dëmit tjetër. Pra që mund të jetë, po mund të bëhet precedent, që nesër mbyllet dhe Facebooku dhe Instagrami dhe Twitteri. Se bëhet precedent. Sot e mamen si mbyllim TikTokun, po mbyllim Facebookun. Se doli një vrasje ose një thik aty, dolën Cat Sami autozon për shembull, Facebook. Sot ai mbyllën Facebookun. E para, e dyta, a e ka mendu njëri që ka biznese që fitojnë? Turizmi për shembull kishte reklam falas TikTokun. Nëse në Facebook për shembull për t'i shku 1000 vetave duhet të harxhosh $20 në turizëm, në fushën e turizmit. Promocione. Në TikTok ju shkoje 1 milion vetave pa harxhuar si lek. Pra, a ka mendu njëri këtë pjesë? Apo who cares? Hajtë se futën Facebookën, po janë kosën. Këto po e bëjmë vetëm për ta vetë kontrolluar, për ta pasur në dorë vetë, apo mos ka se është edhe prag fushate. Për mendimin tim, kjo bëhet me i bë presion platformës që të gjejë një rrugë bashkëpunimi kontrolli, edhe për t'i bë presion edhe këtyre që në TikTok kanë qenë mirë, këtyre opozitarëve, aktivistave, që shiko se unë t'i pres gjitha mënyrat. Shpaka shumë lëvizje që kanë bërë edhe vende tjera që kanë shku në prag diktaturë apo diktaturë të fshehur. Dhe mendoj që kjo është e gjithë arsyeja, nuk ka arsye tjetër. A do të arrijnë sipas teje? Mendon se do të arrijnë gjuhën duke marrë parasysh ata që drejtojnë TikTokun ose rastet e tjera? Unë mendoj që është shumë e vështirë, realisht se TikToku pranoi me u mbyll edhe tregu amerikan për pak a shumë të njëjtat arsye. E kupton edhe e pranoi që është miliarda dollar humbje. Edhe mendoj që nuk do arrin, këtu do arrin për shumë arsye do arrihet me ul interesin TikTok, se do ulet për shkak të asaj që thash që njerëzit s'kan as passwordin me instaluar programe, s'din me i përdor. Po platformat e tjera që janë krijuar, është krijuar një platformë tjetër, mëm le të themi, ose e ngjashme, si motra e TikTok, po. Apo prap. Po ky është problemi më i madh që kanë hasë edhe vendet e tjera që janë mundu me mbyll TikTokun. Që gjithmonë është gjetë një zgjidhje tjetër. Edhe zgjidhja tjetër ka qenë edhe më problematike se zgjidhja që ka qenë mbyllja që ka. Dhe mendoj që këtë nuk e kanë parashikuar dhe kjo është edhe pa aftësia se kishte dalë ky Iglitava, për shembull, ky Akcesku. Aty në mbledhje kishte thonë e mbyllun për 24 orë. Kalun 2 muaj se mbylli dot. Tani prap
Me datë 13 thënë. Që ishte e pajisja që duhet i pajisja. Bravo, duhet i pajisja për ta mbyllë. Kështu që s'ka, nuk ka shanse, nuk po presim pajisjen tani, sa ty vi pajisja. Kam përësit. Ato që dogana se janë aty se kanë... Bravo, e shumë e djel. E këpëton të vënoj qika e pajisja, kur të vija e pajisja do thonë pun ka për s'ka profesionist, se s'do din me montu. Profesionistët dini vetë ku i keni quju. Kështu që ja keni tha trurin edhe atyre njerëz që kanë pas dëshirën për të ecë, për të punu, për vetë fakti që po mbyllet para fushatës thot shumë. Thot shumë. Se ti mund të presësh ta mbyllësh mas fushatës, edhe për t'ia mbyllur gojën. Ç'është kjo, siç e tha dhe Manastirliu, që tha se doli ministri i arsimit, del ministri i arsimit e thotë se u bë direkt shkaz një ngjarje që ndodhi, vrasja një 14 vjeçari. Inshallah nuk na hedh në gjyq TikTok-u, valla se na merr shumë lek. Për prishën e mund të jetë i rast Begeti ndoshta çik pak më i madh, jo pak më i madh, por shumë më i madh domethënë. Beso që na merr shumë. Se mund të ndodhte kjo? Inshallah do Zoti se ne të dy do i paguajmë. Ta presin dhe mos ja. Lekët taksat tona do e paguajmë, po do Zoti inshallah. Le të flasim si liri shprehje, për shembull ti si Gen, ke punuar për vitesh media dhe i njeh mirë edhe këto platformat dhe lirinë e shprehjeve karakterizon edhe tek ty si individ. Si e shek të ndalesën ose ndërprerjen e qoftë TikTok dhe platforma ose unë e konsideroj një media, si janë mediat e tjera. Duhet të ndaj pak të lirinë e shprehjes, nga liria e shprehjes së individit dhe liria e shprehjes së anonimit. Nuk jam fare me këtë lirinë e shprehjes së anonimit realisht. I kom suportu ca faqe që kanë bë publikime anonime, po nuk jam se ti nëse do me fol me fytyrë me emër mbi emër, që ta din njerëzit kush je ti, vëlla, pse po flet? Nëse ke rrezik, ndiq hapat e rrezikut, nëse e shef që është e pamundur, exil, flasim nga atje. Shkoj unë ja bëj platformë, podcastin e gjitha ja paguaj unë që ta bëj nga atje ku është i sigurt. Pra nuk jam me këtë të anonimit, edhe një nga gjërat që kam qenë kundër TikTokut realisht ka qenë hapja e faqeve anonime, edhe mos mbylli atyre edhe kur i raportoja. Kam pasur raste bullizimi që i kam raportuar, nuk jam mbyll. Dhe kjo mund të ishte ajo pjesa që shteti mund ndërhynte të bënte një ligj. Me atë ligj pastaj kërkonte llogari TikTokut. Po ti pa e njoft TikTokun si platformë. I thu, hajde ti zotri këtu, ai thot, çfarë ligji më nxjerr ti mua që të më thush këtë gjë. Pra, du ta ndaj këtë pjesën se e kam më shumë realisht. Se janë hapet dhe ca portale këto kohë të fundit, edhe thoni ka agenti. Hapin gjithmonë kur ka fushata. Po i thoni ka agenti, po mirë se kjo është e bukur. Edhe më del edhe Endri Meksit aty, që thoti ka agenti. Kupton si duket i ka vete do më mangec mua, e kupton? Edhe nuk jam. I gëzjet punën me Endri, pra se po dalin po ke Endri. Nuk jam. Unë punët i kam zgjidhur me Zotin lart, se nuk i kam bë, si kam humbur hakun as kujt në jetën time, kështu që kushdo që ka ndonjë problem me mua